çfarë do të thotë pikërisht këtë ditë për ju ku Shqipëria, apo themi gjithë shqiptarët protestojnë për sakrificën e UÇK-s? Faleminderit, unë jam Abdullah Gashi nga komuna Skënderajt. Kam qenë një pjesëtar i UÇK-s. Kjo protestë sotit ka një domethënie shumë të madhe për të mbrojtur gjithë krerët e ushtrisë ligjore të Kosovës, të cilët gjinin në Hag pa drejtësisht, në bazë të dëshmive të fabrikuar nga Rusia e Serbia. Unë kërkoj edhe herë nga gjithë aktorët shqiptar kada që janë që të bëhen bashkë për të mbrojtur drejtën dhe kaudën e ushtrisë ligjore të Kosovës për lirinë e Kosovës. Si mendoni, a ka arritur qëllimin kjo protestë ditën e sotme në raport me atë që po ndodh në gjykatën speciale në Hag ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve? Unë mendoj sadopak e ka arritur një qëllim që ti dihet shumë saktë dhe ti thuhet faktorët ndërkombëtar se UÇK-ja ka qenë një ushtri e pastër që ka ndihmu bashkësia ndërkombëtare NATO, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ushtri UÇK-ja nuk ka qenë asnjëherë nuk ka qenë në gjendje të bajë një gjatë tillë, një krim apo një diçka ndaj tjerëve. Ushtria ligjore e Kosovës ka qenë çdo herë për mbrojtjen pragut shtëpisë dhe lirisë të Kosovës, drejtat lirisë të Kosovës. Unë mendoj që kjo protestë sot ka domethënie shumë të madhe për të dhënë sadopak një honë në mbrojtjes drejtës çlimtarë të cilët gjenden në burge apo në paraburgim në Hag. Që se ju keni qenë ushtar i ushtrisë ligjore të Kosovës, ashtu siç e përmendëm pak a shumë më parë, a mendoni se vërtet ushtria ligjore të Kosovës e ka pasur atë kapaciteti që gjykata speciale akuzon Hashim Thaçin e tjerë për të kryer krime lufte apo për të kryer krime përtej asaj që roli që ju keni pasur? Absolutisht të thëmë plot përgjegjësi, plot me bindje, plot me moral. Si ushtria ligjore e Kosovës kurrën nuk ka mendu, as nuk e ka bën një gjatë tillë çka pretendojnë gjonat e fabrikuara nga Rusia e Serbia, se ushtria ligjore e Kosovës ka vetëm mbrojtjen e popullatës edhe shlirimin e Kosovës, asnjëherë nuk na ka dhënë apo nuk e kemi në mendim tillë për me bë të këqija dikujt tjetër. Edhe sot na jemi liri, prapna nuk dojmë të jetojmë me kriminal, po njerëz pa çdash. Domethënë lirisë Kosovës na jemi prapë ata që i pranojmë edhe me bashkëjetu. Sa po vlerësohet sakrifica juaj, po themi sublime në vetë ushtrisë ligjore të Kosovës tek Sharshingës dhe përplasjen mes Albin Kurtit dhe Edi Ramës, sa i përket pikërisht edhe kësaj proteste ditën e sotme? Unë mendoj se sa i përket çdo na do të jem shumë qartë një herë për gjithmonë. Kur të është në pyetje, mbrojtja e kauzës kombëtare, do të jem tonë një unik, të jem një trup i vetëm. Anat politike, dikush mendon ndryshe, dikush ndryshe. Po në prapë e thamë, ushtria ligjore e Kosovës ka qenë ushtria që ka mbrojtur popullatën, ka shliruar Kosovën. Anë politike, ato përpojnë politik, ai kush ndërmerr diçka mendoj se ka gabim. Unë jam Ramadan Hoti, ushtari i ushtrisë ligjore të Kosovës, bashkë me këta shokë këtu që jemi, kemi qenë në vend bashkëftetar. Ne nuk ndihemi mirë kur një lloset ushtria ligjore e Kosovës, sepse ushtria ligjore e Kosovës ka dalë nga populli, nga dhuna serboslave, të cilët ne kemi mbrojtur pragun e shtëpisë, kemi mbrojtur popullatën tonë dhe kemi menduar të lirohemi një herë për gjithmonë nga kthetrat e Serbisë. Si mendoni sa efekt do të ketë kjo protestë ditën e sotme që zhvilluar këtu në sheshin Skënderbej në raport me atë që po ndodh në Hag me Hashim Thaçin dhe të tjerët? Unë mendoj që sadopak kjo e ka arritur në qëllimin që të tregoj botës mbar që ushtria ligjore e Kosovës dhe ata që gjenden në Hag, komandantët tonë janë të pafajshëm. Dhe gjithmonë kemi thonë se jemi të pafajshëm, sepse na nuk kemi mundur të bëjmë krime edhe po të dojshëm të bëjmë krime s'kemi mundur, sepse jemi konën një ushtri e vogël e cila ka mbrojtur vetëm pragun e shtëpisë. Si cilësoni akuzat që ngrihen ndaj Thaçit dhe të tjerëve, janë të fabrikuara nga Beogradi zyrtar dhe si qëndron e vërteta sipas jush? Akuzat për Thaçin dhe të tjerët janë të fabrikuara jo vetëm nga Serbia, por nga Serbia të ndihmuar edhe nga Rusia dhe me aktorë të tjerë, siç është Dek Marti, janë të paguar për të fabrikuar lajme të rëndshme dhe për të njëllosur UÇK. Si mendoni dëshmitë e dhënë së fundmi nga ish zyrtarët e lartë amerikan në Hag,
A do ta ndihmojnë Hashim Thaqin dhe të tjerët që të lehtësohen nga këto akuza? Është e vërtetë se ata e dinë të vërtetën, sepse kanë qenë ata në misionin e Kosovë dhe e dinë të vërtetën shumë që Hashim Thaçi me ata të tjerë dhe ushtria qendrore e Kosovës është e pafajshme dhe kurrë në kurrës nuk ka bërë krime. A mendoni se kjo protestë të ditës sotme, por edhe iniciativa të tjera, qofshin në aspekt kombëtar, po dhe ndërkombëtar, do ta ndihmojnë në procesin në Hag, sa i përket lehtësimit të akuzave ndaj Hashim Thaqit dhe të tjerëve? Unë mendoj nëse ka drejtësi në botë, nëse ka drejtësi, atëherë do ta ndihmojnë. Po nëse vazhdon kështu derës me tash, drejtësi s'ka pas. Cili do ishte mesazhi juaj, pra një adresim i fortë kundrejt kësaj që ndodhi sot, pra protestës sot me por edhe asaj padrejtësie sipas jush që po ndodh në Hag? Mesazhi im është që Evropa dhe bota të shqyrtojnë të vërtetën dhe vërteta të triumfojë. Çfarë ju ka sjellë sot në sheshin Skënderbej në Tiranë në këtë protestë që bëhet për sakrificën e UÇK-s, por edhe për atë që po ndodh konkretisht në Hag ndaj Hashim Thaqit dhe të tjerëve? Unë vi për Gjermanisë, ekstra për sot për këtë protestë. Kjo është një pra drejtësi që po i bëhet luftës drejt ushtrisë qendrore të Kosovës, e cila ka bërë luftë pastërt edhe nuk e meritojnë ata njerëz, por kjo është një pra drejtësi që po na bëhet. Ju keni qenë pjesë e ushtrisë qendrore të Kosovës? Direkt nuk kam qenë pjesë, po jam qenë, domethënë, kontribus i kësaj luftës. Se për më ardhur me luftu nuk më ka leju për arsye se u dash dikush me ndihmu për barot si Barsukuli luftën që kështu pjesë nuk jam qenë. Veteran nuk jam, po kam marrë pjesë edhe në Hag, që ke protesta, e kështu jam ardhur ekstra për Gjermanisë për sot. Edhe do të vija apet ku do që të bëhet, po inshallah nuk bëhet më kur. Ju jeni pjesë e asaj diaspore që kontriboi dhe ndihmoi në mobilizimin e ushtrisë qendrore të Kosovës dhe në aspektin logjistik të saj. Shumë e vërtet. Cili ka qenë roli i diasporës që nga krijimi i ushtrisë qendrore të Kosovës në luftën ndaj Serbisë, por edhe pas luftës deri në shpalljen e pavarësisë së Kosovës? Roli i diasporës ka qenë shumë i rëndësishëm. Domethënë se u dosh ndihmë, me ndihmu ushtrisë, po mos me harru asnjëherë pa Shqipëri, pa ndihmën e Shqipërisë, na sot nuk ishim as sot ku jena që jenë të lirë, për gjitha senet të falenderojmë Shqipërinë, si për refugjat, se 1 milion refugjat me orë Gjermanisë, është shumë problem se lirë Shqipërisë në atë ku. Kështu që meritat i ka Shqipëria, na ka armatos, na ka mojt, na ka më buk, sot prapë se prapë po na ndihmon. A mendoni se kjo proteste sotme apo çfarë lloj proteste që mund zhvillohet në nivel kombëtar apo ndërkombëtar do ta ndihmojë procesin që po zhvillohet ndaj Hashim Thaqit dhe të tjerëve në Hag? Unë besoj që jo që do ta ndihmojë, pa ata janë plotësisht pafajshëm. Kështu që duhet patjetër mu liru, se njerëz që kanë sjellë lirinë, e kanë bërë pavarësinë, ata nuk e meritojnë me kon atë. Ata duhet më konë familje dhe në vend vetin ku e kanë vendin. A mendoni se po vlerësohet sa duhet sakrifica e ushtrisë qendrore të Kosovës në ditën e sotme, kur shohim që ka përplasje mes Albin Kurtit dhe Edi Ramës, se përket edhe çështjeve kombëtare në këtë aspekt? Shumë shpejt e kanë harru popullin. E kanë harru shumë gjithë këtë mund, gjithë këto viktima, gjithë këto masakra, sidomos për Albinin s'kem çka me fol, ai ti shkon veteran i vërtet është dosh sot më konë këtu në mesin tonë, e ju me net, as mos më taku me Edi Ramën. Shembull është një tërpi, për ta është nuk di që shumë a keq. Si mendoni, ç'është kjo sjellje Albin Kurtit ndaj ushtrisë qendrore të Kosovës konkretisht, por edhe ndaj ish drejtuesve të kësaj lëvizje për çlirin e Kosovës që përfshi këtu Hashim Thaqin që gjenden sot në Hag, por në raport edhe me ato që kanë ndodhur me luftën në Kosovë? Unë s'kam kërfar besimi, as nuk i besoj Albin Kurtit, ai besoj që është një bashkëpunëtor i Serbisë, dhe ata për çdo ditë pe kallëzë haptas. Domethënë problemet e tina si shembull tash saksioni e Kosovës. Domethënë marrëdhëniet me Amerikën, që na pa Amerikë nuk shumujt as më orë këtu ku jem, pas s'mujna me jetu pa Amerikë. Kështu që unë Albin Kurtin s'kam koment, ai është për mua pas një pra Serb.
A mendoni se sjellja politike e Albin Kurti dhe qëndrimit e tij politike, por edhe të qeverisë tij në përgjithësi, po e dëmtojnë Kosovën, si sa i përket imazhit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, po ashtu edhe në raport me Amerikën dhe rolit të Amerikës në Kosovë? Kjo është shumë e vërtetë, se ai shumë për dëmton procesisin, sidomos me Amerikën, me Evropë, po sidomos edhe me Shqipëri. Për shembull, shihet raportet me Edi Ramën, Bashkimi Kombëtar nuk bëhet në atë mënyrë, mos mu taku me Edi Ramën, mos me prit. Aja është për mua nuk e di çuditur me popullin tokë, se kanë harruar shumë shpejt këto senes. Edhe pyetja e fundit, a mendoni se mënyra se si punon politika shqiptare, qoftë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, dhe në trevat e tjera ku jetojnë dhe punojnë shqiptarë, pra Lugina Preshevës, Preshevë Bujanov, do të krijoj atë bazë që do të duhet Bashkimi Kombëtar. Pra, a e parashikoni një ditë se Shqipëria mund të jetë një vetme? Me këtë qeveri që i kem sot, nuk bëhet Bashkimi Kombëtar këtë mënyrë. Por shqiptarët e Iliridës, Maqedonisë Veriut, atje po shihet që shqiptarët kanë bë bashkë, se e ponë që shka do me ndodhë, kështu që për Presheva atje nuk e di, po problemi është që pa o bë bashkë, sikur në kohën e Skënderbeut, me hangër drejqë. Atëherë, për gabimi dhe cila ishte shtysa pra që ju solli këtu për të protestuar në sheshin Skënderbeu në Tiranë për sakrificën e UÇK-s, po themi? Kemi ardhur prej Drenicës, qytetit të cilin edhe filloi themelimi i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Protesta është diçka që po ndodh mjaft mirë për personat që ndodhen atje padrejtësisht, fatkeqësisht. Është protesta e tretë që po e mbojmë prej Prishtinës në Hagë atje tani edhe në Tiranë. Shpresojmë që të ketë efekt pozitiv kjo protestë ndaj atyre që po mbohen padrejtësisht atje dhe besojmë që do të ketë efekt pozitiv sepse Kosova ka nevojë dhe gjithë Shqiptaria ka nevojë për këta burra që gjenden atje padrejtësisht. A mendoni se kjo protestë dhe iniciativa të tjera, qofshin qytetare, por edhe kombëtare, pra siç ishte edhe kjo e sotmja, mund të nxisin dhe mund të kenë efekt në gjykatën e Hagës për të ndikuar që Hashim Thaçi dhe të tjerët mund lirohen nga akuzat e tyre? Mendoj që po, sidomos pas numrit të madh të qytetarëve që po mbushin sheshet e Prishtinës, tani edhe të Tiranës, mandej besoj edhe sheshin e Shkupit, do të jetë një shtysë e madhe për personat që gjenden atje, për presidentin Thaçi, kryeparlamentarin Veseli dhe shokët e tij. Atëherë, ju si mendoni se do të jetë fundi i këtij procesi, pra nisur nga ajo që ju keni parë, po dhe dëshmitë e fundit që dhënë atje? Besoj që shumë shpejt do të lirohen nga padrejtësitë që ju kanë bërë këtyre. Faleminderit. Për fund, a jena live? Pa dini këtë gjë. Që një live dhe mund të thosh.